Edhe më ka thonë të bëj be me 300 pleq. Unë i kom thonë, a je ga që me bo be, ka thonë kur do shti. Për mu ishte knaqësia jo, që diçka bile u dok, diçka uni. Plus e ka shpoll lavin tanë heroin, nëse s'ka bëj? Po, toni folëm aty, thasha diçka. E miratën vllai jam mu shpoll heroj, tha sigurisht Hakimeri e miratën, tha një djalë me 2 fakultete, tha një profesor e kum pas kujdestar klase. Tha je miratën, tha dhe kena mi shpoll heroj, tha me emën Zotit. A i kish kompetentat. Shumë kanë thonë pse Hashimi, shumë njerëz ta shqyre, populli ju ndësene nuk i legjikon fare, veç ja fut. Shumë kanë thonë, kur erdh Hashimi te une, mu ma shpolli vllahun heroj, mu lehtësu pak. Kanë thonë njerëz, kem kujtu që i meri e vret, Hashim thoshin, pse more, për shka? Po Hashimi nuk aj që ma ka vro vllahun. Sashtë? Nuk është aj. Du më ndërprejt qëto. Gjithë ata që e shuhin këtë emision mujnë me thonë, po qysh tana u bu basi i merë ka që i pushtër e shkej me nogat e me kundra Hashimit. Po, une nuk jom shkue, nuk jom boj pushtër. A i bojnë hesab këj millet njerës që ju vronë, a i bojnë hesab që mu ka vro vlau mua. Kur shkoj për vlau. Po ti thohë pak ma herë që Hashimi s'ta ka vro? Jo, Hashimi jo more, po urdhrus tjerë. E kush janë urdhrus si mas teje? Po, më vjekeq shumë Hashimi më ka thonë për Recep Selimin. Por nuk o Recep Selimi. E kam mbuluë një tjetër, e kam mbuluë Sami Lushtaku. Sami Lushtaku është urdhrus i vrasjes vllajt tim. Për një që ti i merë përgjithësinë për çdo gjë që flet, për të kallëzoj për tashtë. Unë s'kam përgjithësinë këto që i thu, po, edhe ju bëj apel gjithë atyre që e shuhin, e kanë, edhe pse është live emisioni, e kanë momentin me u lajmëru dhe me demantu ty nëse s'është kështu. Ata sigurisht nuk, qëre, fajë është jetim. Nuk dënë me thonë, kërkush që po unë jam, apo s'jam. Se janë akuzat rona, pas e i merë të nëna... E di, që 26 vjetë, unë jam që pejt 2012 jam kryetari i Shoqërisë të Thirrjes për Drejtësi. Nuk u met kush në Kosovë, do këtë s'u lajmëru të unë. Që tu kom dokumente shumë të mëdhaja, kom gjithë shka, që njerëz mu kanë lajmërua edhe nuk e di që kanë mu lajmëru që ta njerëz kur të din. Me 2 nëntor 99 u vra Hakimeri. Vrasit po përsa i ke përmen edhe hera të tjera? Vrasit e Hakis janë Agran Sulejmoni, Avni Feta dhe Naim Kadriu. Naim Kadriu konë sekretari shikit për Podujev. Informacionit sakta apo veç? Jo, informacionit sakt, pe ju në miki, në teme jenë ardhë me laptop edhe mi kanë ledzu këtë sene. A janë gjallë ata që? Jo, nuk janë gjallë, për Avni Feten simpozohet që janë shdikun, nuk është krejtë të sigurt a ka vdeka jo, këta 2 tjertë jenë vdekun. Naim Kadrive ka mytë vetën në Bishtkirit, edhe më kanë thirë policia isha në Gjermani, në gjysë notës, tha Naim Kadriu shkoj, e dishin tonë, e kanë ditë policia junë, e ka ditë unë Miki, e ka ditë Mavu në Uleksi, gjithë e kanë ditë që ata ishin vrasit të vllaut tem. Ama mu su më interesojnë ata e në kom me pagesë, mu më interesoj kush i pruni mërë vlla. Kush i pruni? Edhe e vranë Hakimerin me 2 nëntor 99. E tash, unë e besoj që ata njerës që thujnë, qyre që ka po flet, bën në men që mu ka vro vlau, që ata njerës që thujnë, qyre që po flet i meri, bën në men që i meri 20 dit ka nej me dur lidh, në kuht luftës. Apo në shpikot që toni me qysh ke orë prej Gjermani, se dikush kush e sheket emision mund me pos hezitime edhe mund me pos, dhe me thonë, dyshime ndajteje se po thujnë që Hakimeri, po mëne, i meri kur ka orë prej Gjermanisë, spore është vendus në 92. Unë asë që e di shko në 92. 92 i kanë thonë dhe me thonë policisë Serbijës në atë ku. Unë nuk e di asë shko është. A është e vërtit që i vendus aty kur ke orë prej Gjermani? Kur njëtja, edhe kështu është. Nuk ku morë drejt për Gjermaniu, unë ku morë për Kroacije. Unë jëmë ko pak pjesë marës edhe në luft Kroacijës në ndima. Ama, unë ku morë për Kroacije. Ku morë edhe bile, e kem pas të bim në pull, edhe hajde kush po shkujmë për Kosovë, do të me shku në mënyrë të organizuar për ndryshe merë njeri përgjegjësi vetë. Thash qyre, edhe që tu